burrat ka të vozitin. Gjendja e trunit tyne është si kur gjendja e trunit gruas kur është të i ba punë të shpis, kur është të i këshyr fmit. Na ka të vozitëm na burrat e ke pa knaq me të bolaf, ose edhe me kanë vetë nuk e kem problem, veç i lëshojmë met në lerë edhe vozitëm. Do më thënë, nuk i majmë mend në të vozitja. Ato dyqysh e bajmë veç qashto i grahëm, nuk i di veç shkon, elhamdulillah rabbil alamin, arun Allahu azza jall, ama met me i kem këtë të ka, do më përshë ata nashe të natën vozitën se kem problem na, edhe bajmë laf, nuk e kem pik problemi na. Qështu, para më ndoa një nanë, një motër, një grua tonën, të i këshyrë thmine sajna, të i kry punë të shpis, para më ndoa një burë me mshel mrena, me një fmi, një javdit, 2 javdit, edhe mi kry punë që i kry gruja. Me atë lanë, për shkak se natyra sajna është tjetër, natyra e burit është tjetër. Por ata, nëse e një grua që bisedën nuk e banë si një burë, ajo nuk thot po, ja, ajo ka me thonja 10 fjallë, 20 fjallë, ta një dikur thot nashta. Por këta ty si burë nuk banë me të metë hatri, edhe mu edhe nuk pëse kjo kështo. Po edhe ti si nanë, si motër, nuk banë me të metë hatri të një burë që thot po, ja. Edhe se zgatë ma abetin, për shkak se natyra atina është tjetër, ajo është i kryum për tjera puna. Po ty si burë nuk banë me të metë hatri pëse kjo kështu pe zgatë ma abetin, për shkak se ajo që shtu duke pas që si kryimi, mërët me kry punë që i kry në vlajmë. Për të ata pruna këtë shambull në fillim, si kur na që ishë elshojmë. Të më thënë, ajo mos me kanë që si kryimi që është në gjendje, nashta e këshyrë fëmine vetë, valla alem që ka menojnë, dhe që ne kam djenën që e qojnë menën, e lëshojnë lërë, e këshyrë fëmin, ka njerë i ka me të këto, si kur na të vozitja. Ka njerë i ka me të këto, ka njerë si ka me të këto, i krynë punë të shpis, krejt, nuk heri ka me të aty, heri lëshanë pak, por ata dhe mundet me qënrua e mra në shpis, 2 javët, 1 muj, ta njetën, nuk e lanë me të, neve me na mshela ashto, neve burat, për shata dhe na jem të kryum na për medal atje, të mali, të druni, të sakica, të matori, ne jem të kryum për shata, ta na kopesh për neve, na aty e gjojnë vetën, jo të rangë të shpis të këto, na lanë me atë neve kënina, mujna me një mu diqka, nuk mujna me kanë suksesum që është gruja. Për formë për thama musliman, mos e akuzo gruan pëse ajo ka formën e nëryshit qasës një teme, po atë si motër, mos e akuzo burin, për shkak se ai po thot po jo, se ai ka formën tjetër të krijimit, edhe elhamdulillah na ka kriju Allahu azza wa jall kështu që do të më pajtu me një ofë njëri tjetrin, me di që na menojmë pak më ndryshi, ju menoni pak më ndryshi, edhe me kombinu këtë krijim me këtë krijim, edhe me këshyr me gjetë një jetë përbashkët që mundi me rnu bashkë, me bën një jetë bashkë, me rrit fëmijë bashkë, me shiu familjen bashkë, duke e njohur që kjo është tjetër krijim, ky më ndryshi. Po ti, kjo është tjetër krijim. Kjo më ndryshi. Po pse që është e qartë, musliman, vetëm ti si burr, vetëm para mendoa ti çysh vozit. Do të thonë, ti gjithkon i kimet, veç aty si kimet. Edhe për fund musliman, këto kanë shembull për meje, unë kanë komplet gabim. Unë vetëm më munova me të kallëzuar që natyra e burrit është ndryshe, natyra e gruas është ndryshe. Kështu që mos e provon që gruan me bë si burr me mendime, mos e provoni burr me bë si grua me mendime për shkak se smonesh. Është krijim tjetër. E krejt për fond, mos të thotë dikush është që unë e akuzova një grua që punon pa i pas me aty. Por kontrazion e pruna shembullin me vozitje e na burrat jem krenar që vozitë mirë me demek. Domethënë, kjo nuk ishte akuzë, ishte vetëm shembull që unë besoj që ashtu na ka kriju Allahu azza wa jall, por ata dhe mujna me kry këtë punë mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.